Qa ke sot në çantë, qa mban me vete, më tregoj që më hapak çantën? Ja, për shembull, Mitrush Koteli, tregimet moshme shqiptare, një nga figurat, s'po themi kryesore, po aty mund tjetë edhe ky si shkrimtar. Patjetër, Mitrush Koteli është shkrimtar, simbol. Vilazh dënu për këto. Po tjetër çfarë ke? Më tregon çik, ha. Tjetër kam kalendar. Qa ke fut? Kalendari është kalendari katolik? Katolik. Që edhe këtë për Liverdi e shet, e kam shit. E shet. Sa kushton një kalendar katolik? Tash ky bën 2000 lekë. 2000 lekë? Po ç'a ndryshimi ka nga kalendaret e thjeshta apo? Ose gjan ka në gjan, por kalendari i thjesht është i thjesht s'ka gjante, ndërsa ky ka ato festat. Ti vetë në çfarë muaj ke lind? Unë kam lind në 10 dhjetor 1962. Në 10 dhjetor të 62-shit. Më thuj pak ditën e lindjes, ditën fiks. Ta shohim me çik dhjetori. Çka ka dhjetori sipas? Dita fiks. Se mamen? Nuk di se sa ka i taku tash, po me 27. Dat. 27 dhjetor. Tani. Sa e ka i taku martë apo djile, tash se më. Dakor, 27 dhjetor. Sipas e djela e datës 27 dhjetor është e djela e Krishnellave. Ti i bie ke lind të dielën e Krishtlindjes. Mendon që ke qenë i bekum? Them që po. Cili ka qenë bekimi yt? Besimin e kam të kjo. Jam katolik. Po, e kam fjalën kur thua që ke qenë i bekuar, për çfarë të ka bekuar ty Zoti? Ka bekuar Zoti se deri tash s'kam asnjë lloj çmim smunjet në trupin tim. Dhe dyta s'kam qenë në spital asnjëherë. Asnjëherë, s'ke asnjë problem, tension, zemër. Absolutisht. Mund të kem shku për të miku se gjatë ditës mund të jem vëra për një gjatë vogël për shembull. Po jo. Ky është bekimi më i madh i imi. Ditën e parë kur dole të shisje gazeta, të erdhi turp? Fillimisht po, pastaj u ambientova. Megjithse i çike kisha atë nga që isha artist në kuptimin e një fjalë. Se, çfarë thonin njerëzit? Në skena, po mirë, u ambientova, se edhe ku shkoj në për tavolinë ju sjell edhe humor. Për shembull, ç'a humori ja? Na sjell një gjë të humor. Prita vendos çantën, këtë tek çanta librin. Ti bën humor për në çastën, në moment. Bajmë ndonjëherë. Ke bejta? Kur e themojnë po. Baj shumë bejte, dhe shkruaj, jam autori 4 librave humoristik. Livroj Barsaletën, livroj drejtën, skeqin, të livroj vetë. Nërsa komedinë sa rri për të shurt, akoma nuk jam. Më thuj për shumë një Barsalet bukur. Ja, po ulem këtu. Një fshatar, me një gomar, dhe kështu shku për pazar, për briti një benzinzi, një djalosh këtu i zgardhin. Hemor gjaj thotë, që kemi nga fshati. Atë ka hec këj vëzgjati, dhe largohet me shpeci, të ju ba plakut me plohonzi, s'pa valon plakur vesh. Kush e benzin teknik thes, për qapu me një shtyll, derisa dali ba krejt dyll. Hemor quni të fshatari, ti më përqesh aty pari, pa ta them një fjallë për katunit, qesh ma mirë, kush qesh i funit. Sa e bukur. Edhe me mesazh mrena, ka gjithmonë drejt plaku? Po pa tjetër. Gjithmonë, Ua plaku derdhe gjaku kanë pa thanë digur. Si ishte edhe një herë? Ku është plaku derdhe gjaku. Ku është plaku derdhe gjaku? Do të thotë që forca e ti, forca fizike dhe forca e mendimit plakut kanë qenë gjithmonë pararoj për breza që kanë ardhur. Respektohet sot kjo? Qëndron më kjo shprehje sot? Ku është plaku derdhet sot gjaku? Jo. Jo. Nuk e marrin parasysh rinia këtë po. Ke patur ndonjëherë konflikt me babën? Jo. Bile kam pas frikë fare. Ke pas shumë frikë? Ishte njëri serioz. Vërtet? Po si e bëje? Mirë është kështu me pas frikë babën? Po mirë është nëse ai nuk punon për keq asnjëherë. Punon vetëm për mirë. Si një ai tip. Të ka rënë ndonjëherë baba? Jo. Asnjëherë? Jo, s'kam. S'man men? Jo, se më men, po mu s'm ka rënë. Ata
në njënin për i fëmijëve të tjerë edhe mund ta ketë po mua. Po pse të ka majtë ty Kam me? qenë më i lezetshëm. Ose konjunktural. I kisha problemin. I kisha problemin gjithmonë. Se këtë ka dhe politika sot. Aha. Ja. Politikat dhe ishe bërë njëherë? Ja, për një arsye. Jo, në pas një politika nuk e manat e qaj të fatit. Nuk e manat. Si Je marrë me politikë në njëherë? Jo me politikë sa marrë, po shkrujt për politikën. Va me hap në shkollë hajnije, mushë klasat plot me hora, sash as studi as i fije, deputet e minista shkojnë aty profesora. Thelbi kësajaj është që po tjetë puna, më jollon mësim kush atyne janë deputet. Profesorët e Ata që kanë hajdutliqeve, hajdutliqeve. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.